Tre artistë të ri, Jon Saqipi, Bleran Hevziu dhe Erian Fetahu, janë bashkuar për të sjellë projektin më të ri, argëtues dhe kritik Një Kerr Gajle. Kjo nismë e veçantë që zhvillohet brenda një veture, kombinon humorin e mpret dhe sarkazmën me temat reale të përditshmërisë shqiptare. Në një format ndryshe, ata diskutojnë çështjet sociale, politike dhe kulturore, duke i trajtuar me spontanitet dhe sinqeritet, që ka bërë që të fitojnë vëmendjen e publikut shumë shpejt. Est-ce que tu y crois? Je ne sais. Manalësh, po. Sot kam kënaqësinë me i prezantu tre mysafirë të veçantë, të cilët nuk janë vetëm shok, po janë edhe bashkë udhëtar në këtë projekt Një Kerr Gajle. Bashkë me Erionin, Jonin edhe Bleronin, do flasim për prapaskenat, temën dhe të qeshurat në veturë. Për te emri, si e përshkruan veten dhe profesionin me disa fjalë? Profesioni jonë dihet që është profesion i bashkëpunimit, gjithmonë kena punë me partner, me regjisor, dhe më thonë nuk je vetë kur. Edhe si person gjithmonë mundon në më konë bashkëpunus, i rregullt si në raport shoqëror dhe ashtu edhe profesional. Unë gjithë jam konë një person që kom dashur me eksploru shumë, edhe mas miri këtë pjesë kom gjetë në aktrim, profesion të aktrimit. Aktrimit lanë me eksploru shumë, me vrojtu shumë edhe me gjetë vetëm në secilin profesion ose personazh caktuar. Profesioni është regjia, në këtë rast, edhe vetëm nuk e di çfarë përshkruaj me të thonë drejtën, po regjia është jetë. Si u njohat me njëri tjetrin? Me Jonin njihna qysh fëmini. Për shkak që familjet i kemi pas shoqni qysh prej moshës të hershme. Me Bleronin janë njoft në fakultet. Jena me një klasë. Fakultetin e arteve në aktrim, thonë që 4 vjet njihemi me Erionin. Bleronin ka njoftu mas në me Jonin. Si lindi ideja e këtij projekti? E kemi pa të arsyeshëm pse edhe mos e punu me bashkëpunu, me nisi projekt bashku, përmes idesë që e ka dhënë Joni si regjisor, ju kena bashku edhe na si aktor. Kemi dash me kriju ndoshta diçka shumë të madhe, po kena dash me pas diçka tonë ku na mujna mu shpresh lirshëm për diçka që na menojmë, po në formën e karaktereve. Edhe ato mendimet që i kemi me i rritë dhe me i bo karikatura, duke i kritiku disa dukurit ndryshme cilat janë në vendin tonë. Çka simbolizon për ju Një Kerr Gajle? A është veç një emër apo ka dhe diçka mbrapa? Na dihet që kena shumë gajle si popull. Projekt që i shpalos krejt temat sociale, krejt problemet që na i kena në jetën e përditshme. Menoj me bo diçka që i bojmë njerëzit me kesh, ndoshta jo me foret më të mira të botës, po na çka menojmë që është hajpare ose fore e mirë. Edhe me qenë se xhirohet në Kerr, na ka dok shumë e përshtatshëm më konë Një Kerr Gajle. Tema e parë nisi ku shkon 10.000 eurët e vllajit nga Zvicra. Çka ka me pas ndoshta temat në vazhdim? Pas pushimeve që i kryen diaspora, gjithmonë është kjo që shkon shumë pare, harxhon pare, çmimet të larta. Banorët të Kosovës, po i shfrytëzojmë thojza pjesëtar tjerë që janë banorë të diasporës. Konstant kemi vazhdu me temat sociale që kemi trajtuar në mënyrë satirike përmes humorit tonë. Pse vendoset me e xhiru pikërisht në veturë edhe pse ju në hapësira tjera si për shembull studio? Gjithmonë muhabetet më të mirë e bojmë në veturë dhe kena pa që ma spontane, ma kapshme për publikën është nëse e bojmë që ashtu edhe që e bojmë jetën e përditshme, edhe para kamerave edhe brapa kamerave njëjtë. Jena një ma lirshëm, u konë ma letë për neve dhe besoj që nështë shumicën e hajgarëve që i kena pas me Bleronin dhe me Jonin, i kena pas bashkë në veturë. Në veturë janë small talks, këto bisedat e vogla, bisedat në cilën bëhen të zakonshme, edhe kemi dashur që me shfaq një bisedë sa më të natyrshme mes dy personave për publikun, me disa tema shumë komike, po them, për njerëzit. Sa spontane ka qenë xhirimi në veturë? A keni harruar ndonjëherë ndoshta që jeni tu xhiru? Na ka ndodhur ndoshta me harru që jena edhe në xhirim, kam rritë deri në atë pikë spontaniteti, po Jonin e kena përmas që ai edhe na shtin mos me harrume që jem të xhiruar dhe njëjtën kohë na shtin edhe kanë erdha me prish xhirimin prej të
keshën ose çka do që i kujtohet. Harrojmë të në kohën që jemi në xhirime për shkak që kimia mes Bleronit, meja dhe Erionit është shumë e madhe, edhe ne dëshirojmë që me bo foret momentit sa më të mira që lidhen me temën. Faktikisht seriali nuk ka skenar, janë vetëm temat e caktuara edhe pastaj e gjithë pjesa tjetër është improvizim i ngjarjes. Cili është momenti më çasharak që ka ndodhur gjatë xhirimeve? Gjithmonë Joni na e nisat procedurën e të qeshurave, edhe unë edhe Erioni vazhdojnë, Erioni e çon deri me një pikë kulminante. Ndalemi në semafor, edhe Bleroni e ka një pjesë diçka të llogarit pare ose diçka, dhe bëhet e gjelbër drita 10 sekonda, 15, 20, veç nuk livrit kerri. E bërë nervoz komplet trafikun mrapa, derisa du të më thonë Bleroni ne subir. Që është jetë në episodin e dytë. Po të kujtu. Çfarë mesazhi mendoni me e përcjell përmes këtij projekti? Serialin që jemi të e është, kemi për qëllim që me i hek njerëzit prej streseve të ndryshme ditore, edhe me i kritiku disa dukuritë të ndryshme në shtetin tonë përmes komedisë. Mendoj që kena zgjedhur një formë të mirë për me i paraqit problemet edhe krejt senet që ballafaqohemi për çdo ditë me to. Po besoj që kam u prit mirë sepse janë tema që na prekin për ditëshmërinë tonë, edhe me atë satirën që na përdorim, me atë humorin që na përdorim, mundohem me çuni mesazh të një zgjidhje e këtyre problemeve. Kështu që besoj që kam u prit mirë. A ke ma ta më? Lekejt, çu shke pyetja?